Do komentojmë sot në një fjalë të deputetit të rëndësishëm të Parlamentit të Shqipërisë, zotit Erion Braçe. Në parlament do e bëjmë her pas here këtë, do zgjedhim fjalët pikante të këtyre, sipas nivelit të mashtruesve. Do marrim edhe nga opozita, mos keni merak, edhe do t'i komentojmë. Tani, ndiqeni deklaratën, ka fol për naftën. Pra, ky që doli edhe ulërin të ul çmimi naftës, ul me një herë, edhe të nesme nuk ngrit me 200 lekë çmimi naftës. Ndiqi tani, edhe kthehemi prapë. Fokusosh vëmendjen tënde në një element kyç, që është modeli i tregut. Ditën parë lexova një deklaratë të shoqatës së hidrokarburëve, që me thënë drejtën nuk funksionon si shoqatë, po funksionon si një kartel që garanton dhe mban çmime dhe fitime të larta në sektorin e hidrokarburëve. Natyrisht kaloi jashtë vëmendjes, nuk mori përgjigje ajo deklaratë. Pra, siç e pat, Erioni mori mikrofonin në parlament edhe filloi duke qenë hallin e popullit. Erioni që ka votu për të mos u dënu korrupsioni miliarda eurosh në Republikën e Shqipërisë, për të mos u vënë para drejtësisë ish ministrja e energjetikës Belinda Balluku. Sigurisht bashkë me shefin e saj, Edi Rama. Ky Erioni që bën opozit, ky Erioni që siç e dëgjuat i cilësoj kartele. Ato vërtet mund të jenë kartel, po themi. Kompanitë të importit të karburanteve, se janë vetëm 4 kompani, merren vesh me njëra tjetrën edhe po themi ato janë kartel. Pse si përmend me emra Erioni? Sepse ata janë miqtë e Edi Ramës. Kë do përmend me emër Erioni? Do përmend Kastratin, që ka 36% të tregut, importit. Do përmend të kush ishte tjetër? Gegën, që vinte e dyta me 20%, e treta vinte një kompani tjetër, Elda, dhe e katërta vinte Bol Vojli, ish kolegu i Erionit në parlament. Si ka thënë kur, se kemi dëgjuar kur Erionin, Braçen që ti thot, kolegu në parlament ore ulet çmimin e naftës, çfarë bën kështu. Po pse është demagogji e dal boje fjala që dëgjuat nga deputeti Braçe. Fjalën e mora te kanali i YouTube-it i Parlamentit të Republikës. Është demagogji sepse e para nuk guxon një njeri që nuk është ngrit kurrë në parlament ti thot ministres përkatëse, ministres energjetikës, njëkohësisht edhe zëvendës kryeministre Belinda Ballukut, që ti thot rregullon tregun e hidrokarburëve. Kurr nuk i ka thënë. Gjithë kohën që ajo ka qenë në atë detyrë, kurr nuk është ngrit Erion Braçe dhe ti thot ke monopolizuar tregun, ke kthy kartel shoqata të gjitha me radhë. Deputet i cili nuk i ka thënë kurr Belinda Ballukut, ministres energjisë, që anijet e Vlorës që paguajnë po shkojnë miliona euro, që paguajmë atjena nuk janë vënë një herë në punë, nuk i ka thënë kurr që po harxhon para pa fund atje kot dhe nuk ke efektivitet, nuk ke produktivitet. Pra i thjesht një çështje biznesi me ish ambasadoren amerikane me Yuri Kimin edhe kaq. Pra ky Erion, tani si mendoni ju, Erioni që një ditë pas mbledhjes në asamblenë e PS-s doli dhe mbajti 2 qëndrime. Njëherë tha nuk pati sherr atje, se kishte frikë se po i çahet partia, po i çan Elisa Speropali parti. Dhe me njëherë pas kësaj, për të rikuperu këtë, doli hodhi një shashk në treg që do kandidojnë për kryetar të Bashkisë Tiranës. I ka hap vetë ato llafet. Ma jeni men, nuk e bën kurrë Edi Rama kryetar bashkia atë. Por një gjë është e sigurt, edhe sikur ta bëjnë Edi Rama, po edhe sikur dal i pavarur, ai nuk fiton dot, sepse tani duket që me aktin që votoi kundër lejes për arrestimin e Belinda Ballukut, ka humbë pikë shumë tek socialistët.
njerëzit e ndershëm, socialistët e ndershëm, shkretët e patën kujtu që ky është socialist, është parimor edhe bën luftë parimore. Në fakt ai për herë ka bë për interesin e vet, ka bë presion, ka marrë një mandat deputeti, ka bë presion, ka marrë një gjë tjetër çfarë mund të marrë. Nuk e di ja për flitet ta ka në implikim me këto çështjet e karburanteve apo jo që fillon e i sulmon kaq shumë. Po fakti që ai zguxon dot t'ja përmend emrin Kastratit aty në parlament, e tregon shumë qartë, nuk ja përmend dot se nesme që do i përmend emrin Kastratit, i hap një çështje nga Spaku Rama dhe e zhduk. Kështu që nuk është parimore. Edhe tha dhe një gënjeshtër të madhe, tha që na litrin e naftës e kemi më shtrenjtë se rajoni edhe pa taksa. Kjo është një gënjeshtër e madhe, se si do qofshin kompanit oligarkët që fusin naftën në Shqipëri. Pra unë s'kam asik shumë me këta, biles më të poshtër, ose një lloj të poshtër si politikanët janë dhe ata. Po ka një gjë interesante, na e bëmi llogari ditë këtu e pat videon ju, dhe del me shifra zyrtare që vetëm taksa dhe akcizë naftës në Shqipëri i shkon çmimi, pra sikur ta kesh falës si produkt, i shkon çmimi vetëm me taksat që i ka bu pushteti, gjitha qeverit po themi, po që janë akoma në fuqi sot, po flasim për kohën e sotme, i shkon çmimi 1100 lekë. Pra sa është sot nafta? Është 2200 lekë. Pra 1100 lekë është kostoja, ose me transport, me shpërndarje, me gjitha, çfarë shpenzime shka ajo, si produkt, 1100 lekë që është për këtë kartelin që thot Erion Braçja. Pra aty kanë edhe fitimin ata, aty kanë edhe që e sjellin me cisterna nga jashtë, shpërndarjen në tregun e brendshëm, me gjitha mëra. Pra gjys për gjys jemi sot. Po që Kosova e ka më lirë është sepse shteti ka më pak taksa. Që Maqedonia e ka më lirë është se shteti ka taksa më pak. Pra në gjitha këto, unë nuk po them edhe njëherë, nuk po them që nuk fitojnë këta. Biles kur janë kështu pak, si që unë do të oligopoli këto, po se janë e 4 kompani, po tip karteli, ato sigurisht merren vesh me njëri tjetrin, kanë nda tregun, kush 30, kush 40, kush 20%, kush 15%, edhe e manë për afërsisht çmimin një lloj. Pra prandaj është çmimi i naftës pothuajse i lloj në Shqipëri, sepse do të thotë që këta pas krahëve merren vesh me njëri tjetrin. Këta 4 importues të mëdhenj të hidrokarbureve. Ama ka shteti për detyrë që ti kontrollojnë ata. Shteti nuk ka për detyrë të bëjnë gam siç bën Erioni në parlament, për të hedhë hi syve shqiptarëve, se shqiptarët janë popull i çuditshëm. Unë prandaj them gjithmonë që ne po se pa në vërtetën sy, ne s'kemi për të bërë kur njerëz. Neve na pëlqen kur ngjojmë retorikën e atij aty, vërtet ky përpoll. Sa dalim nga shtëpia, shkojmë e mushim 2200 lekë litrin karburantin atje, e harrojmë. Pra harrojmë që është i shtrenjtë çmimi. Thjesht na mpin trurin propaganda e Erionit në parlament, edhe shkojmë atje si gjytryma, edhe mbushim atë dhe flem qetë ose foli ky. Po nuk është foli, ai Erion Braçe dhe partia së cilës i përket Erion Braçe, majoranca që i përket Erion Braçe, ekzekutivi pra, ka 13 vjet në pushtet. Pse nuk e ka bë këtë? Pse nuk ka dalë Erion Braçe? Sot u rritën taksat e naftës, sot u rrit aksiza, sot u rrit TVSH-ja. Jo, kanë 13 vjet kështu janë, edhe para 13 vjetësh, edhe 13 vjetet e tanishme kështu janë. Pse ky njeri ka qenë zëvendës kryeministër, s'ka marrë asin mas. Ka qenë kryetari i Komisionit Ekonomisë në parlament. Komisioni përkatës për këtë çështje. Më gjeni një rast kur Erion Braçja, si kryetari i Komisionit Ekonomisë, ka ndërmarrë në një nismë për të kufizuar ose për të shmontu kartelin e hidrokarbureve. Prandaj thash, unë nuk e di se s'kam informacion, se po të kisha informacion do ta thoja. A ka në interes ky, se kur ka në interes këta, bëjmë parimore nga parlament, edhe kryjnë punë atje mrapa shpinës, se i godasin edhe shkojnë i japin ai lek të kartelet.
nuk e di këtë, se po ta di, nëse e di në njëri këtu që po na ngjon, le të ma thot, le të ma çojmë me informacion të sigurt se e nxjerrim dhe atë. Por politikisht është hipokrizi kjo që bën ai. Pra nuk ka asnjë të vërtet, nuk ka asnjë marak për qytetarët, por thjesht del edhe bën propagandë. Ndoshta do me i bë presion e Tiranës për t'i marrë Bashkinë e Tiranës, nuk ja merr dot kurrë, se të kesh çet kastratin kundër, s'ka shanse Erion Braçja të bëhet kryetari i Bashkisë Tiranës, se kontrollon edhe ekonominë e kryeqytetit, ai nuk kontrollon vetëm naftën. Dhe qeti nuk është qeti në fakt, se po e përmend kot se po e marr në përgoj kot. Qeti nuk është qeti, ai Gega s'është Gega, tjetri Durrës është Durrë, këta janë Rama. Pra pas çdo njeriu të fuqishëm me para në Shqipëri është kryeministri. Lerin e këto prallat, jo po oligarku, jo po leshi, jo po preshin, nuk ka fuqi njeri më shumë se kryeministri. Shifeni në Kosovë, vend më i vogël, Albin Kurti ka një nga familjet më të fuqishme ekonomikisht, politikisht, se ka ndikim këtë gjithë krahu opozitës atje, atë familjen Devolli, dhe e ka marrë përpara, nuk ka bot dille asnjëherë me atë. Nuk ka në Kosovë, pse s'ka njerëz të pasur në Kosovë, s'ka biznese në Kosovë, po nuk ka njeri që të flitet atje që është më i fuqishëm se shteti, që komandon shtetin, që komandon politikat e shtetit, që komandon deputet caktuar për të çu ligje për interesa personale. Ky parlament ku është Erion Braçe, kjo mazhorancë ku është Erion Braçe, ka bë ligje me emër të veçantë. Pra ka bë ligje, sikur me thonë, me shku me bëj ligji Hysni Gurra, ligji për Hysni Gurrën, ligji për ku di unë çfarë ai fusha, ligji për këtë, ligji për atë. Ka bë ligje të posaçme, se kemi dëgjuar një herë Erion Braçe. Kështu kërkon ky njeri që të mbrojnë edhe interesat në Bashkinë e Tiranës. E ka pas Bashkia e Tiranës në asnjë kryetar të tillë. Pra, ka pas Edi Rama. Nuk ka të bëjnë ajo me gjatësinë, ai ka qenë 2 metra, edhe ky është gjysmë metri, dhe është më i ndershëm. Hajduti është hajdut si 2 metra, si gjysmë metri është hajdut. Manipulatori është një lloj si 2 metrësh, si gjysmë metrësh me qenë. Pra kjo që i foli ky sot në parlament, është i propagandë e fliqur. Pa të s'ka, se doli dhe para parlamentit ai që foli me gazetarët, edhe gazetarët i thojnë për a do kandidosh ti apo s'do të kandidosh për kryetar bashkie, do një budallik i idiotësi që s'ka lidhje fare me ato, me thelbin. Nuk i tha kush, nuk e pyeti kush, ore zotri, ke 13 vjet në pushtet ti. Ke qenë kryetari i Komisionit Ekonomisë, çfarë ke bërë ti për karburantet? Çfarë ligji ke iniciu ti për të çmontu kartelet e hidrokarburëve në Shqipëri? Çfarë ligji ke bërë ti për naftën për fermerët, që ke marrë votat e fermerëve duke i mashtru 2-3 herë, vetëm se i ke mashtru fermerët, dhe naftën fermerët e kanë marrë 2000 e ca lekë, siç e kemi marrë ne që ecim me makina personale. Pra kjo lloj propagande mu më duket e shëmtuar. Unë s'kam asnjë gjë me Erion Braçën, që të kuptohemi. S'kam fare asnjë gjë. Thjesht dua t'ju them që një gënjeshtër mund të zjasë edhe 30 vjet. Një sjellje politike hipokrite mund të zjasë edhe 30 vjet, siç i ka zgjatë atij. Pra ka 30 vjet deputet, e 26 mars tani, bën 30 vjet që ka hyrë në parlament. Çfarë i ka dhënë ky personazh Shqipërisë? Çfarë i ka dhënë jetës parlamentare? E tjera. Thjesht ka marrë rrogën e tij. Nuk them se është pasuru, se është bë miliarder, milioner, se nuk e kam iden fare, nuk e di ta them këtë. Por që ka bë propagandë, që ka bë hipokrizi politike, këtë ju po e shihni vetë. Edhe vjen një moment që të çirret maska edhe del kështu. Nafta në Shqipëri, kartelet në Shqipëri të hidrokarburëve ekzistojnë se do Edi Rama. Po të mos do Edi Rama, nesër shkrihen. Nafta është e shtrenjtë në Shqipëri, këto që sot thotë Erion Braçe, sepse do Edi Rama që t'jetë e shtrenjtë. Se po të mos do Edi Rama,
votat në parlament i ka, heq taksat, ul akcizën dhe nafta për shqiptarët është më e lirë. Nafta në Shqipëri është e shtrenjtë sepse Edi Rama ka mashtruar që në 2013 që erdhi dhe tha unë do ngrej rafineri për punimi, se është gjunaf, është tmerr që ne kemi naftë, shkojmë me blejmë naftë importi e kujtun treqim e të birin, erdhi në pushtet e harroi u vun shërbim të karteleve të naftës, siç është vënë në shërbim të çdo karteli tjetër. Prandaj është nafta e shtrenjtë në Shqipëri, por këtë Erion Braçe nuk a thot juve. Nuk a thot sepse ai është një demagog që ka vetëm interes të thyj rekorde si deputet. Asnjë interes tjetër nuk ka. Vazhdoni bëni subscribe, abonohu. Isha të marrë dhe një deputet tjetër sot se pash se kishe folë dhe ajo ditë Bito kishe fillu me për me zonën e vetë elektorale atje, po ta shohim, mund t'i këpusim ato videot e t'i komentojmë nesër. Do t'a bëjmë këtë herë pas here me parlamenti. Sa herë ka parlament, do marrim një nga këta personazhet, nga këta sharlatanët, edhe do e komentojmë tu. Jepni gjykimin tuaj, komentoni, lirë jeni, me etik, jo si idiota, se s'keni as pse shani ju, edhe unë që tu kthehem pastaj se ju kam thënë që budallëve rrugë nuk do ju hap. Po nëse jeni korrekt ju, do jem korrekt edhe unë, edhe shohim gjërat në një këndvështrim tjetër, në antipropagandë. Se në propagandë jeni deri këtu. Hapni gjitha televizionet, gjitha